Ambasadori i misionit OSBE Dihrit, Lamberto Zanier, zhvilloi këtë të hënë një takim informues në selinë e Partisë së Lirisë në kuadër të vëzhgimit të fushatës për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në lidhje me arrestimin e presidentit të Partisë së Lirisë Ilir Meta, Zanier refuzoi të jepte një qendrim mbi rastin konkret, por tha se misioni që ai përfaqëson mbështet vendimet e institucioneve dhe po ashtu kërkohet prej tyre që të jenë transparente dhe jo politike. Ne sapo kemi ardhur në Shqipëri, qëndrojmë pas vendimeve të institucioneve shqiptare dhe sigurisht pas shtetit të së drejtës. Mbështesim një proces transparent dhe aplikimin e ligjit jo të politizuar. Ndërkohë, për sekretarin e përgjithshëm të Partisë së Lirisë Tedi Blushi, mbajtja në qelie e presidentit të Partisë së Lirisë është politike dhe lidhet me faktin e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. E informuam ambasadorin Zanier lidhur me izolimin kriminal në ekstrem, pa fakte dhe pa prova penale në shkeljet e ligjeve dhe të kushtetutës të presidentit të Partisë së Lirisë Zotit Meta, izolimi i cili është bërë pikërisht në funksion të zgjedhjeve të 11 majit. Kujtojmë që ndonë se në mas siguria Resmeburg, presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta është pjesë e listës së kandidatëve për deputet në Tiranë. Ai garon në listë të hapur, ndërsa Tedi Blushi dhe Erisa Xhixho në listë të sigurt.